Për të folur mbi ecurinë e protestës, kam të ftuar në një lidhje direkte aktivistin e njohur zotin Evaristo Demira. Zoti Demira, faleminderit shumë për intervistën. Shumë faleminderit për ftesën. Si po ecën protesta deri tani dhe çfarë të rejash kemi me po themi zhvillimet që priten të dalin nga protesta dhe sidomos me ardhjën e shtatorit? Tani du të kuptojmë diçka shumë mirë. Është thënë shpesh nga mikrofoni i protestës, në studio, në postime, nga çdo skaj ku shqiptarët kanë mundësinë të shprehen, që Shqipëria është e uzurpuar. Pyetja është kjo, cila është strategjia e uzurpatorit? Uzurpatori do të shtyjë kohën. Domethënë uzurpimin e tij ta shtyjë në kohë sa më gjatë. Domethënë të na marrë kohën. Po na morë kohën, na ke marrë jetën. Kemi 4, po shkojmë në gjeneratën e 5 të uzurpuar. Nga emisarët e Titos, Popovici dhe Mugosha. Akoma ajo linjë është në jemi ende të uzurpuar nga ajo linjë. Edhe pas 90-s, vetëm na ka marrë kohën, na ka marrë jetën. Na ka marrë niprat mbesat edhe fëmijët. Edhe gjenerata e tretë sot, ose mosha e tretë sot, edhe pak do e lëri vetë këtë planet, edhe Shqipëria do mbetet bosh, do mbetet një vend i cili do mbushet patjetër nga racat e tjera. Strategjia e uzurpatorit është të na marrë kohën. Si shfaqet? Sot jemi në ditën e 67 apo 68, kush e numëron më të protestës? Çfarë ka sjellë në një gjë? Janë disa mediocre, në rastin më të mirë, në rastin më të keq të shitur, të cilët rajnë gjoksin e kam çu 70 ditë, do e çosh 90 ditë, ja 100 ditë. Çfarë arrite zotri? Kë mendon ti se mund të tallësh jo me disa njerëz, po ti mendon se mund të tallësh me popullin shqiptar? Po bëj 70 ditë protestë edhe çfarë? Çfarë ke arritur me këtë lëvizjen kombëtare? Çfarë ke arritur përveç uzurpimin si etrët e Partisë Komuniste në fillim të shekullit të kaluar? Ke uzurpuar protestën, nuk e lë të zhvillohet, nuk lë intelektual ta kapi mikrofonin dhe të shprehen. Lejon vetëm nxjerrje dufi, nxjerrje inati dhe çfarë është kjo nxjerrja dufi? Edhe nxjerrja inati është shprehje dëshpërimi. Domethënë ju doni ta paraqesni popullin shqiptar si viktima të cilët përveç se të ankohen, nuk kanë fuqi. Këtë patriotët nuk kanë për ta lejuar. Shumë shpejt do dalin të vërtetat. Kush jeni ju? Kush ju ka futur? Dhe si e keni gangsterizuar atë nismën shumë të çiltër, shumë të pastër të nismëtarëve të protestave. Jeni futur me gango, me kërcënime, edhe me dhunë fizike, ka pasur eskalime këto javë të fundit, edhe me dhunë fizike, e keni kapur. Po ju paralajmëroj, patriotët nuk kanë për t'ju lejuar ta bëni këtë. Të rishfaqni Sali Berishën me Izeta Axhin edhe tropojanëve të tij, të cilët kapën PD-n. Fatkeqësisht, ka disa njerëz shumë të dobët, të friksuar, se për të qenë i dytëzuar pasi e ke parë të grupi nismetar se çfarë ka ndodhur atje, të protestave, çfarë ka ndodhur atje, nuk mund të jesh më i dytëzuar.
e vërteta dhe gënjeshtra, e bardha e zeza, e mira e keqja. Nuk ka më njeri që nuk e di cili është krau i dur, po ju jeni të friksuar. Nëse jeni të friksuar, shkoni në shtëpi. Nuk i duheni as drejtit më. Çfarë doni më, çfarë rini kot, po flas për të friksuarit. Atë presin të dalin një grupim patriotësh, i cili nuk trëmbet dhe ka të drejtën e Zotit me vete. Çfarë është e drejta e Zotit në këtë rast? Lufta për lirinë edhe të drejtat bazë e një populli. Këtë po kërkojmë. Nuk duam të hymë askujt në hak, edhe pse shpreha Ramamburg del nga turma. Okej, del nga turma, po nuk është ky qëllimi. Drejta e Zotit na jep ne fuqinë të luftojmë për liri, të drejtat bazë dhe zhvillimin e kombit ton. S'ka njeri që mund ta ndaloj. Guri besoj bëra një hyrje çik më ndryshe sa që ke pritur, po pyete për situatën, kjo është situata. Edhe Si mund dilet nga e kjo kanë situatë, Zoti Demir? shumë të qartë, kë po flas. Unë besoj shikuesit tanë kanë shumë të qartë për kë po flas. Se kush është këtu drita, kush është errësia, kush është e keqja, kush është e mira këtu. Cilët janë ato vendime që duhet të merren në mënyrë që të dilet nga kjo situatë dhe po themi misioni të shkojë përpara? Vendimet janë marrë, sepse para 5 jave, brenda grupit nismetar, pjesa trime patriotike ka vendosur që është, domethënë shumica e grupit nismetar, ajo pjesa e mirë patriotike ka vendosur që protesta të marrë nivel tjetër, të organizohet, të bashkohet me rryma të tjera patriotike. Edhe ky organizim quhet Kuvendi Kombëtar Qytetar. Vendimet janë marrë me shkrim, s'ka askush të më, kush do të tërhiqet të shkojë në shtëpi. Kush nuk e ka kuptuar se çfarë po luhet këtu, se këtu është për kombin shqiptar, luftë gjalla vdekje, të shkojë në shtëpi. Edhe vendimet janë këto, Guri. Kuvendi Kombëtar Qytetar është mbledhur një herë, do ketë një mbledhje shumë shpejt në gusht online, sepse edhe nga temperaturat, po edhe nga ajo që njerëzit mase nuk janë në Shqipëri. Në mes të shtatorit të konstituohet kuvendi dhe aktualisht shumë njerëz na pyesin, sikur nuk jeni më në dukje, sot dëgjojmë më diçka. Ne kemi rreth 1000 kandidat të cilët ne në këtë moment po i filtrojmë, po i kontaktojmë, edhe kemi shumë rryma nga diaspora, po edhe brenda Shqipërisë akademik, lëvizje nga më të ndryshmet, të cilat kanë dalë në këtë moment, edhe po bëjmë të pamundurën t'i bëjmë të gjithë bashkë. Se më në fund, nëse kjo lëvizje kombëtare do jetë e suksesshme, duhet të bëhemi të gjithë bashkë. Pa ndarësi ideologjike, pa ndarësi jo fytyra këtij apo e asaj nuk më pëlqen. Në fund fare të gjithë do ulin kokën, të pranojnë disa pika bazë të bashkëpunimit, pa rimor, edhe pastaj ta çojmë gjëm përpara. Siç thash edhe një herë, në shtator do konstituohet edhe do filloj puna mirë fillti. A prisni që të ketë ndonjë reagim tjetër nga Zoti Rama në mënyrë që t'ju pengoj ju në arritjen e qëllimit? Kryeministri Edi Rama e ka lënë topin në Sali Berishës. Sepse ai tha që në fillim u friksua shumë, sepse kishte realisht u ndes zjarri në gjithë Shqipërinë, në diaspor, në qytete, në mediat sociale, edhe u duk shumë i friksuar. Pastaj kur e pa që Sali
Berisha ishte futur të grupi nismetar, u qetësua, edhe që atëherë ka thënë, unë kam 800 ca mijë vota. Domethënë i thot Sali Berishës, ore mbushja mendje, merre protestën, bëj çfarë duash, po merre ti, mbushja mendje ca njerëzve, edhe më mund nesër pas nesër. Mesazhi ishte i qartë në drejtimin e Sali Berishës, Edi Rama shqetësuar sepse ai mendon se Sali Berisha do ta tjetërsoj protestën, edhe topi është në krahun e Sali Berishës, por ajo lëvizja e Sali Berishës me uzurpuar protestën, unë të paralajmëroj Guri që do dali huj. Pse do dali huj? Shumë njerëz mendojnë se mikrofoni i protestës është marrë peng nga Sali Berisha dhe interesat e tij. E di çfarë është e vërteta? Mikrofoni është marrë peng nga protestuesit që vinë natë për natë edhe nuk e lëshojnë sheshin. Ato janë të detyruar të bëjnë sikur po vazhdojnë. Ato duan një dalje që në sytë e publikut 70 ditë, 80 ditë, 90 ditë, shiko, unë bëra shumë joja, duke bërë asgjë ose duke qenë kontraproduktiv. Bëra shumë, ju nuk erdhët më, populli na la në balt, se ne sakrifikuam veten, u përballëm me policin, edhe filma të tjerë, të cilët disa njerëz mediokër, me probleme personale, mendojnë se populli shqiptar do i haj këto. Jo, nuk e kemi ngrënë. Shqiptarët ju kanë marrë juve peng, po ju vinë për natë edhe do ju detyrojnë që ju të hiqni maskat, edhe po e bëjnë këtë. Prap aty do jenë, sepse protesta nuk është e atit që kap mikrofonin, protesta është njerëzve që e din që ky është një moment historik. Aty do jemi, do ju dëgjojmë. Ne mediokritetin tuaj do ju tolerojmë, sepse e dim që ju kemi marrë peng juve. Zoti Demiraj, deri tani në fakt është folur mjaft për kuvendin, por në vetvete a mund ta thoni pikat në të cilat shtyllat kryesore të kuvendit dhe çfarë kërkohet të arrihet përmes këtij kuvendi? Pra kërkohet të arrihet largimi i zotit Rama, kërkohet të arrihet ndryshimi i klasës politike, kërkohet të arrihet ndryshime më tej edhe të kushtetutës ose edhe të ligjeve të cilat sipas protestuesve bien ndesh me parimet e tyre. Pra, çfarë kërkohet më tej përmes këtij kuvendi dhe si janë vendimarrë, pra si vendosen prioritetet e këtij kuvendi? Do ketë mbledhje të tjera në shtator? Mund ta flisni pak më shumë rreth këtij kuvendi? Patjetër. Siç e thash në fillim, kuvendi ka atë të cilën shumë lëvizje që po dalin në këtë moment, peticione, referendume, platforma online, platforma në shkrim nga diaspora, nga Shqipëria, nga shumë ekspertat, të gjithë këto lëvizje e lakmojnë shumë një gjë, legitimitetin që në këtë moment e ka vetëm kuvendi, legitimitetin paraprak, sepse ka dalë nga qeliza e parë e protestës, nga grupi nismetar të protestës. Prandaj edhe një ju bëj thirrje, mund të bëni platforma, peticione, referendume sa të doni. Në fund fare ju këtë legitimitet paraprak nuk e keni. Legitimitetin përfundimtar ne do e marrim në shesh. Protestuesit do i pyesim, a do na pranoni si përfaqësuesit e frymës së protestës. Edhe duke e thënë këtë, Guri kuptohet çfarë qëllimi ka kuvendi. Kuvendi ka qëllimin që frymën e protestës ta çojë deri në fund. Edhe një bazë e mirë e kësaj, patjetër që janë kërkesat, 5 kërkesat, apo 3 kërkesat, apo 10 kërkesat, kërkesat e sheshit, të cilët janë formalizuar në 5 kërkesa nga grupi nismetar i protestave, që këto kërkesat ti mishëroj. Si mishërojnë këto? Duke bërë bashk shqiptarët më të mirë të mundshëm. Edhe u bëj thirrje
Shumë shqiptarëve në diasporë, biznesmen, apo bamirës, apo njerëz që kanë shumë fonde, shumë mundësi, të cilët nga që shohin mediokritet edhe hajvanllëk nga mikrofoni, mase protestës mund t'i rinë larg, edhe thonë nuk përzihem unë. Ju keni përgjegjësi të përziheni, sepse ky është një moment historik. Kush i ri larg lëvizjes së protestës e 2026-s bën një gabim shumë të madh. Ju keni përgjegjësi. Kontaktoni fytyrat, figurat pozitive të dala nga protesta. Edhe ju keni një përgjegjësi. Ky është një moment historik dhe nuk duhet të shkojë huq. Ne si Kuvondi do luftojmë për këtë, që kjo lëvizje historike të çohet deri në fund. Si do e bëj, pyetet ti? Duke gjetur shqiptarët 1 të pastër, 2 të guximshëm, 3 të ditur. Ne kemi 1 muaj që këtë po bëjmë. Kandidat edhe njerëz që janë referuar nga kandidatët po i filtrojmë. Edhe po shohim a i plotësojnë kërkesat që ekzistojnë për të qenë në kuvend. Pastaj Kuvondi, pasi ka mbledhur 150 shqiptarët më të mirë që janë vetë ofruar, se nuk mund t'i marrim me zor, nga ato që janë vetë ofruar, 150 më të mirët, ato 150 burra dhe gra do e dinë shumë mirë se si do e çojnë frymën e protestës. Vetëm një kauz ka: fryma e protestës anti-sistem, anti-establishment të çohet deri në fund. Zoti Demire, keni një mesazh ndaj gjithë shqiptarëve në këto momente? Patjetër. Pak a shumë e fillova, po e kisha për shqiptarët biznesmen të gjithë botës, se nuk do i pyes ato në Shqipëri, sepse fjala biznesmen në Shqipëri është çike ndotur. Por jo vetëm ato që kanë mundësi, që kanë fuqi financiare apo të cilët kanë network në parlamentet apo në ambasadat të botës. Ju lutem, mos bini pre mediokritetit dhe hajvanllëkut. Shikoni se kjo protestë ka nxjerrë shumë njerëz, shumë pozitiv, shumë të aftë dhe shumë trima. Ndiqni ato. Ndiqni lajmet dhe lëvizjet nga Kuvondi Kombëtar Qytetar. Unë ju garantoj që unë të paktën si Evaristo, po njerëzish si unë, do bëjmë të pamundurën që ta ngrejmë këtë strukturë, t'i lidhim bashkë shqiptarët më të mirë, më të aftë dhe më të pastër, dhe ju garantoj, nëse na jepni edhe juve një dorë në çdo farë mënyre, ne këtë detyrë do ta çojmë deri në fund. Por ato që e ndjekin nga televizori, nga mediat sociale, apo në një formë tjetër nga sheshi, mos u demoralizoni nga hienat, nga hajvanët, nga njerëz të vegjël. Mos u demoralizoni. Ju po i mbani peng ato, mos e harroni kur. Ju mbani peng ato. Ju po i detyroni të tregojnë fytyrën e vërtetë. Edhe nga ajo që kjo po zgjat shumë, po të kishte qenë një lëvizje 1 javore, 2 javore, 3 javore, ato mund të fshiheshin. Ato në këtë moment kanë humbur maskat. Edhe ju e keni bërë këtë. Vazhdoni. Komentoni në Facebook, në TikTok, në Instagram. Edhe diçka të fundit. Secili prej nesh do të ketë qartë dhe secili prej përgjegjësi. Kjo për mua është shansi i fundit. Pse po angazhohem unë nga Zvicra me pasaportë gjermane, pse po lodhem, pse po e bëj? Unë kam parë Gjermaninë, çfarë ka ndodhur në Gjermani, dhe unë po shoh që edhe Zvicra, jo në ritmin gjerman, po edhe Zvicra po shkon në atë drejtim. Unë Shqipërinë e kam parë gjithmonë si mburoja ime e fundit. Nëse bota shkon keq, shqiptari do ketë gjithmonë një vend ku mund të kthehet. Unë që nga 2017
thënë mes miqve të mi, Shqipëria një ditë do bëhet si Izraeli për hebrejt, vendi i fundit kur mund të gjejnë mbrojtje. Prandaj ju bëj thirrje, kemi të gjithë përgjegjësi që këtë shans historik mos ta humbin. Shumë faleminderit. Zoti Demira, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit Guri.